Kjo është shkolla e Shkopetit. Shkopeti, për ata që e din, nuk është një qendër e panjohur, për shumë arsye. Për shkak të hecit të vjetër që është ndërtuar shumë kohë më parë, dekada më parë dhe ende funksionale edhe sot. Për shkak të bukurive natyrore, sepse këtu pranë kalon lumi i madh. Për shkak të historisë, traditës dhe trashëgimisë, sepse në Shkopet ka shumë të tillë. Kjo është shkolla e fshatit, shkolla e dikurshme, sepse sot ka vetëm shkatrim dhe libra të hedhur gjithkund. Ka regjistra të grisur. Kjo shkollë nuk ka më nxënës. Deri në vitet 2014-2015 këtu kishte të tillë. Është kati i dytë i shkollës. Është një shkollë e madhe. Sot jehon vetëm zëri im. Asnjë zë tjetër. Dhe gjithkund regjistra, fletore, libra, por jo fëmijë. Këto janë regjistrat viteve të ndryshëm, cilët janë hedhur këtu. A ka dhimbje më të madhe se sa një shkollë pa fëmijë? Shkolla një fshati jo të largët. Shkolla një fshati fare afër. Shkolla një fshati ku kalon rruga. Shkolla një fshati me shumë mundësi. Shkolla e një fshati që me vëmendjen e duhur do të mund të este shumë përpara. Nuk ka gjë më të dhimbshme se sa një shkollë në këtë gjendje. Eri përsëris është kati i dytë i shkollës së Shkopetit. Pra ka qenë një shkollë shumë e madhe. Dhe deri në vitin 2014-2015 tu ka patur mbi 20 nxënës. Sot asgjë. Dhe kjo nuk po ndodh vetëm këtu, kjo po ndodh gjithkund. Dhe duhet patur parasysh që nuk është vetëm një histori e natyrshme largimi. Është një histori që ndodh për shkak të mungesës së mbështetjeve në shumë nga këto fshatra. Nëse këto zona mbështeten, të paktën ato që janë afër rrugëve kryesore, padyshim një ardhmje mund të ndërtohet. Nëse nuk ka mbështetje, nëse ka arrest, nëse nuk ka investime, nëse nuk ka projekte, padyshim që jo vetëm kjo shkollë, por edhe shumë të tjera do të kthehen në rënoja dhe ne do të themi na ishim një herë.